Atëherë përshëndetje të gjithëve, takohemi kështu sërish në podcastin ton See You Talk. Ne do ta fillojmë këtë sezon të ri me dy studentët tanë, të cilët janë Agani dhe Gentina, që do të na prezantojnë dhe do të na tregojnë më shumë për eksperiencën e tyre, pasi që ato kanë marrë pjesë në programin Erasmus+. Përshëndetje Agan dhe Gentina, faleminderit shumë që erdhët sot në podcastin ton. Ju lutem prezantohuni dhe na tregoni më shumë për veten tuaj. Faleminderit shumë, kënaqësi të jem pjesë e këtij podcasti. Unë jam Agan Memishi, vi nga fshati Qëllëpek, tashmë jam në studimet master në gjuhë angleze dhe pak a shumë kjo është e gjitha rreth meje. Faleminderit. Përshëndetje, është shumë kënaqësi dhe nder të jem në podcastin e universitetit ton. Jam Gentina Abdi, vi nga fshati Bogopin dhe jam studente e vitit të 4 në Fakultetin e Biznesit të Ekonomisë. Shumë faleminderit. Atëherë, a mund të na tregoni pak a shumë se si u njoftuat ose si e morët hapin e parë që të merrni pjesë në Erasmus+, nga kush keni dëgjuar ose a ka pasur dikush që ka qenë në mes të këtij vendimit tuaj për të marrë pjesë në program? Po unë kam qenë pak më shumë indikuar nga shoqëria, do kisha thënë. Kam patur disa shokë që kanë qenë në Turqi, në Gjermani, në vende të ndryshme në programet e Erasmus, edhe jam qenë kurioz shumë për t'i pyetur si është, çka është. Edhe gjithmonë kam patur përgjigje pozitive edhe gjithmonë kam qenë tash do shkoj, do shkoj semestrin tjetër, semestrin tjetër derisa edhe u vendos për të shkuar. Po. Ndërsa për mua mund ta quaj domethënë se ka qenë një ëndër dhe një qëllim i kahmoçëm. Arsyeja edhe pse domethënë kam vendosur për të njëkur studimet e mia pranë Universitetit të Evropës Juglindore, ka qenë domethënë kjo një ndër ato arsyet për shkaqe se ne dim domethënë që universiteti jep mundësi të ndryshme dhe mendoj se na ndihmon për të përgatitur në aspekt personal dhe profesional, domethënë në pjesën e karrierës. Përpara se ishta domethënë më dyshje se ku do të ndjek studimet e mia, ishte domethënë mund ta quaj edhe një bast i vënë domethënë me anën e familjes, për arsye se unë doja të ndiqja studimet në Shkup, ndërsa prindërit domethënë donin këtu në të tokë më afër vërtet. Dhe atëherë domethënë ishte kjo pjesa e mund ta quaj marrëveshjes se nëse domethënë vjoj në Tetov, unë patjetër e kam domethënë një pakt. Patjetër dhe shihet domethënë se ka pasur rezultat dhe sukses mjaftueshëm. Rregull, a mund ta tregoni më shumë për vendin të cilin e zgjodhët që të shkoni në programin Erasmus+? Pra ku ishit ju? Atëherë unë kam qenë domethënë në qytetin e Bambergut, domethënë në Gjermani. Ka qenë domethënë një zgjedhje e rastishme, nuk është se domethënë nuk është se domethënë e kisha prioritet ose diçka, domethënë isha të shkoje diku. E vërtet, më tepër domethënë fillimisht kisha interes domethënë në Sloveni, mirëpo duke u konsultuar me miq domethënë edhe të afërt, duke më dhënë këto këshilla se Gjermania është një vend domethënë i sigurt dhe një vend të cilën mund të shohim shumë. U konsultova një ashtu edhe domethënë me koordinatorin profesor Bujar Sinani, i cili ka qenë domethënë shumë ndihmues gjatë tërë procesit. Ai i cili domethënë mund të them që vuri vulën e përzgjedhjes time për arsye shumë sakta se mbaj mend që fjalët e tij ishin studentët tanë vinë me domethënë me një eksperiencë të jashtëzakonshme nga Bambergu, studioni ekonomi dhe keni atje se çka çihni. Edhe domethënë ishin disa arsye të ndryshme pse zgjodha qytetin e Bambergut. Shumë faleminderit. Për mua ishte pak më ndryshe, do të them se natyrisht në programin Erasmus ke të drejtë të vendosësh 3 universitete të cilat dëshiron të shkosh. Unë zgjodha Timișoara në shkaku se nuk kam qenë asnjëherë në shtetin e Rumanisë, edhe zgjodha edhe Pragën në Çeki, edhe Bjellovarin në Kroaci, edhe isha në dyshimet ku do shkoja, por në Kroaci jam qenë, Çeki jo ende, por Rumania diçka më tërhoqi, pastaj edhe hira pak më shumë. Edhe ky emri që snifet edhe sun shiftohet ase si Timișoara, e kam mësuar tash. Edhe hira më shumë informacione rreth Timișoarës, e kisha edhe një shok timin që erdhi me mua, e përshëndesëm Rihanin. E përshëndesim. Edhe e vendosëm Timișoarën, ishte një qytet antik, ishte një zgjedhje e lehtë, besoj. Pak a shumë Gentina e përmende, por si ka qenë procesi domethënë kur ju keni marrë vendimin dhe procesi për aplikimin në programe, domethënë
për Gjermani dhe për në Rumani. A ka qenë i lehtë dhe a keni pas ndihmë? Ju thashë e përmendët, por na tregoni edhe më shumë, sepse e dim që studentët që do të na ndjekin kanë interes të madh për programin Erasmus+. Le të mësojmë diçka më shumë. Tash do flas se Gentina përmendi shumë herë, është profesor Bujar Sinani, i cili padyshim për çdo hap që duhet ai të ndihmon në çdo mënyrë të mundshme, do të thonë unë çdo dokumentacion që kam patur për të bërë, edhe vizën studentore kur e kam bërë, gjithçka në diskutim me profesor Bujar Sinanin, i cili më ka treguar hap pas hapi se çka të bëj dhe ka qenë tejet shumë e lehtë. Do të thonë ekstrem ka qenë e lehtë për të bërë. Ka qenë e lehtë sepse keni pasur një ndihmë të madhe nga profesori, mendoj. Patjetër. Është e kyç për këtë program, mendoj, profesor Bujar Sinani në këtë universitet. Po. Ndërsa domethënë për mua, kur e mora domethënë vendimin, ishte domethënë një punë, ndoshta një vjet e diçka, domethënë çka mundohesha të përgatitem në këtë pjesën emocionale, për arsye se domethënë kam edhe motor binjake dhe domethënë kjo pjesa e ndarjes është ndikon shumë tek ne. Dhe përderisa domethënë isha e para domethënë që mundova të thyej këtë akullin domethënë brenda familjes son, po, edhe domethënë kisha edhe pak të rënd për të bind këtë pjesën e prindërve, mirë po normal se kur e përjeton domethënë diçka, atëherë e din domethënë edhe rëndësinë dhe vlerën e saj. Ndërsa të pjesa aplikimit ka qenë domethënë fal punës edhe bashkëpunimit të jashtëzakonshëm profesor Bujarit, domethënë mund ta them se nuk e kam ndjek këtë pjesën e stresit ose përgjegjësisë, për arsye se gjitha ka qenë një dorë lehtë, një punë shumë e lehtë nga ana e tij. Normale edhe domethënë nga universiteti i cilën jam prit, koordinatorja ka qenë mrekullueshme, edhe ka qenë domethënë thjesht mund të kemi qenë në një vend të panjohur, po thjesht ka qenë sikur një shoqe e jona ndër vite. Ndërkohë për universitetet që i keni zgjedhur atje, doja të pyesja se si jeni përshtatur me universitetin, si ka qenë, domethënë, të shkoni nga Universiteti i Europës Juglindore në një universitet komplet tjetër, me njerëz të rinj, studentë të rinj, profesor dhe kështu me radhë, domethënë, a keni pasur të vështirë dhe a ka qenë zgjedhja juaj e parë universitetit të cilin e keni zgjedhur ose pas shumë diskutimeve është bërë edhe zgjedhja? Them drejtën, për mua ka qenë zgjedhja e dytë, Universiteti i Timishuarës, pasi e para ishte Praga. Mirë po, javën e parë kur jam shku atje, normale, nuk e njeh vendin dhe pak humbesh, nuk mund ta gjesh konviktin, nuk mundesh ta gjesh universitetin. Besoj se edhe Gentina ka patur edhe kështu raste. Po mirë, sepse nga një vend i vogël, duhet thënë që Tetova është vend i vogël dhe shkosh në një vend është madh sa Gjermania ose Rumania, është pak e vështirë. Edhe gjua ishte shumë më ndryshe se sa çka jemi mësuar të dëgjojmë, edhe pastaj në universitet na kanë pritur shumë mirë, na kanë pritur edhe shumë grupe tjera studentësh që kanë ardhur me programin e Erasmus, që na kanë bashkuar edhe na kanë njoftuar me njëri tjetrin, domethënë që të mund të përshtatemi, të kemi sfidat e njëjshme, do kisha thënë, por kishte edhe sfidat ndryshme, domethënë bazë të ligjëratave të universitetit ku kam qenë, ku kishte javë shift dhe javë teke, gjë që se kisha dëgjuar asnjëherë, por 2-3 javët e para ka qenë kështu sfidë. Po hin ligjërat gabim, shko prej ligjërat në ligjërat, ishte diçka interesante, do kisha thënë unë këtë kohë, por tash qeshim bashkë me shokun kur i kujtojmë ato kohë. Ndërsa domethënë për mua mund ta quaj se domethënë ka qenë një sfidë në vete, për arsye se unë këtu jam mësuar domethënë të marr autobusin e domethënë vi domethënë për qytet, Bogovina është këtu domethënë afër 15-20 minuta. Ndërsa atje domethënë kam jetuar në Konvikt, te Konviktin e kam pas domethënë kur hyen me 3 minuta, po domethënë në shpejtësinë cilën ecnim 5 minuta na merrte. Edhe domethënë ky ishte një mas diçka shumë lehtësuese për ne. Ndërsa domethënë ashtu siç e përmenda, koordinatora ka qenë e mrekullueshme, një ashtu domethënë kemi ndjej shumë vlerësime dhe respekte të konsiderat, domethënë ndaj studentëve internacional të huaj. Kjo pjesa domethënë e sistemit normal që dallonte shumë nga kjo e jona, normal ndonë se domethënë kisha bë domethënë pak eksperiencë këtu edhe e dija domethënë sa do pak se si shkon rendin, ndërsa domethënë kur shkova atje ishte pak domethënë edhe stresuese edhe normal kjo pjesa sfiduese derisa adoptohesh. Nuk ishte domethënë ne këtu jemi mësuar domethënë të regjistrojmë lëndët, orarin, ndërsa atje domethënë nxirreshin të gjithë lëndët,
edhe thjesht domethënë e di domethënë në çfarë ore dhe domethënë pjesa e datës. Vetëm në fund të kishim domethënë ishte programi për të kjo pjesë programi për të regjistruar provimet, edhe ishte normal se mund ta gjej edhe këtë pjesë si sfidë se lënda shkruhej në gjuhë gjermane, në gjuhë angleze, ndërsa kur shkoja atje domethënë profesori ligjeronte në gjuhë gjermane, dhe ti domethënë tash vije domethënë në një javë minus, se domethënë duhet tash të shkoj provoj një klasë tjetër. Mirë po edhe profesorët kanë qenë domethënë të përgatitur, kanë pas respekt dhe domethënë të ditur. Por duhet thënë që, domethënë, sfida më e madhe besoj që ka qenë me qytetin, sepse sistemit e universitetit, domethënë ku keni qenë ju dhe universitetit ton janë pak a shumë të njëjtë, sepse edhe ne duhet thënë që kemi një sistem europian, apo jo? Ka qenë diçka e ngjashme ose diçka më ndryshe? Besoj se sistemi çka ofron universiteti jon këtu është shumë i qartë. Është hap pas hapi dhe është shumë i qartë. Domethënë nuk ke ngecje askund. Mirë po atje, shembull, siç përmendë edhe Argentina, edhe unë kur u desh të bëj orarin, domethënë kur do i kem ligjëratat, u desh ta krijoj vetë orarin, mirë po duke marrë parasysh se unë paraprakisht e di javët tek edhe qift. Mirë po unë nuk kisha asnjë ide. Edhe pastaj u desh patjetër ty pyes, domethënë disa kolegë që kanë qenë viti 2-3, domethënë më përpara që kanë qenë pjesë e universitetit që të ma rregullojnë orarin, edhe gjuha për ta bë orarin ishte në rumanisht. Edhe rumanisht është pak e përzier me latinisht, domethënë ishte një kaos i vërtet. Edhe i ndodhte edhe mua të hyj ligjërata me një profesor që folën rumanisht, edhe 5 minuta e dalesh jashtë sepse nuk e kupton. Po e shikon murin anë se nuk kupton gjë. Edhe më keq është se kur mundoheshe, domethënë ta kthente në gjuhë gjermane, domethënë gjuhën përkatëse dhe tash domethënë I'm Erasmus student edhe domethënë ngel maq edhe për shembull pata rastin edhe profesori tha, "Ria ty prit." Unë domethënë gjatë tërë kohës u ndjeja shumë siklet se nuk e kuptoja asgjë. Po pastaj domethënë kur bëri kyçën domethënë siç e kemi ne pjesën e classroomit, pas se domethënë fillon të më duken edhe më qartë pjesa e materialit, po domethënë ajo hapi i parë për të hetur që pjesë e grupit, edhe normal se domethënë kjo pjesa me që domethënë ka qenë gjuhë gjermane, studentët domethënë ndoshta dinin komunikonin në anglisht, por është domethënë ishte pak e pakt çka domethënë të ndihmonin, edhe me të vërtetë ishte siklet i madh. Doja të përmendja edhe më herët se në këtë pjesën çka kam qëndruar, kam jetuar në konvikt, unë atje domethënë kam ndjej një mirësardhje më të madhe nga gjithë banorët, studentët. Për arsye ndoshta mund të na bënte edhe kjo pjesa e kulturës, domethënë se pjesa e kulturës dhe traditave tona, domethënë ishte më shumë domethënë konvikti i cilin unë banoja i mbi populluar me student nga pjesa aziatike dhe ndoshta domethënë këto pjesët e festave ose domethënë eventeve ose domethënë këtyre datave kalendarike të rëndësishme i kishim të njëjta dhe edhe aty domethënë ka pesë domethënë pjesa konvikti ka pas tutore dhe kanë ka pas evente ndryshme, edhe aty domethënë sikur ato ma lehtësonin edhe ato më bën ndjehem më tepër se edhe këtu domethënë këtu përkasun edhe këtu domethënë mu bë si shtëpi e dytë. Pjesë e atij grupi, e atmosferës domethënë e komunitetit. Më vjen mirë që jeni përshtatur kaq mirë në vendet ku keni zgjedhur, por a keni ndonjë histori të bukur ose diçka qesharake që dëshironi ta ndani, çfarë ka ndodhur me grupet që ju jeni shoqëruar atje ose diçka, sepse për sfidat mendoj që folëm, sfida është normal universiteti, gjuha, diçka të bukur tani dua të dëgjojmë. Ka. Kjo besoj janë pak kufi edhe të mirat. Siç përmendi edhe Argentina, tash besoj unë këtu jam qenë student, mirë po tamam student jam qenë atje sepse atje kam jetuar edhe në konvikt. Edhe kam po tamam një jetë studentore. Një jetë studentore më ndryshe. Pastaj nuk jam mësuar, domethënë gjithmonë njerëzit ecin korridor, unë thomën time, pastaj zhurma, parti është ndryshe. Studentët janë më njerëz energjetik. Edhe me energji më të plot, edhe kemi pasur raste kur kemi shkuar është një lum, prandaj edhe qyteti Timishuarës e ka emrin Timishuara se në përkthim në hungarisht është lumi Timish, që kalon aty, edhe aty shkojshim me anije shpesh, vinte anijet dhe na myrte, edhe shkojshim deri në qendër
por qendra është domethënë e mbushur me kisha, është tejet vend fetarik, edhe neve na vinte pak çudi, sepse një kish në një qendër, pastaj 3 kisha në një qendër tjetër, edhe vinte diçka, edhe ato shokët rumunët ose tjerët na bëjshin hajgare, se hajde do hym kish, se e dishin se ne hym kish, ne thëshim s'është problem, ne hym vizitojmë, po çovi gjëra të bukura të ndryshme. po është shaka midis njëri tjetrit, nacionaliteteve, besoj se Po edhe sa di, domethënë nuk e kemi ndaluar domethënë për ta vizituar kisha. Edhe është respekt edhe. Po jo, pa ata tash njerëz jemi, e dish kur e din dikush se ke ndaluar edhe ato çuditëshin shembull. Po një shaka më shumë për shembull për ngrënje nes çka ham dhe çka han ato, edhe ne kur thëshim jo nuk mundemi ham diçka të caktuar, edhe thoshim wow, e dish nuk te ne nuk mund bëhet ushqimi pa diçka. Po, po. Ndërsa për unë, domethënë, kam pasur fatin ndjek domethënë 2 semestra ndaj, domethënë Bamberg, në konviktin njëjtë doma e njëjtë, ka qenë domethënë një semestër i vitit 2 këndej dhe një semestër i vitit të tretë. Domethënë gjatë semestrit të dytë ndenjes atje, kam pasur fatin domethënë edhe kënaqësinë për qenë pjesë domethënë e UNICEF, sapo domethënë themelohej te deka aty në Bamberg dhe një nga shoqjet e mia domethënë ajo ishte domethënë përgjegjëse e grupit dhe ka qenë domethënë kënaqësi për arsye se normal kam pas edhe përvoja tjera të ngjashme edhe më herat domethënë për aktivitete kulturore dhe shoqërore, mirëpo andaj është domethënë ishte edhe një kënaqësi më e madhe se domethënë mund ndihmosh të pjesën e domethënë fëmijëve, edhe domethënë je në kooperon, domethënë ke bashkëpunim me studentë internacional, dhe domethënë mënyra se si e shprehen ti mendimin tënd dhe mënyra domethënë idenë tënde, mënyra domethënë se çfarë lloj feedbacku merr edhe është më ndryshe nga ajo të cilën domethënë isha mësuar, atë ta shoh dhe hasesha, se domethënë ke student nga anë mbar bota dhe gjithë domethënë ka një përvojë dhe ka një kaluar të bukur, të cilën domethënë di se si ta shpërndajnë. Pjesa domethënë në fillim kur kam shkuar, domethënë nuk e kam ditë se do jetoja, do qëndroja me një shoqe ose domethënë me një studente tjetër, për arsye domethënë se kjo pjesa e dhomës ishte shared apartment. Edhe unë krejt domethënë isha përgatitur domethënë për ta pas single apartment. Dhe u bë domethënë një dëshim te pjesa e dokumentave. Fillimisht e mora domethënë me shumë negativitet edhe veç domethënë thoja se edhe me frikë sepse ti jetosh ti nuk e njeh, nuk e krijohet një stres i paimagjinueshëm. Po, se si do jetosh për shembull me një person tjetër në një dom, po e domethënë krejtisht një sistem tjetër për arsye se vetëm domethënë e ndanim banjon në edhe kuzhinën, veç domethënë domat tona ishin domethënë personale. Edhe ditën e parë vetëm domethënë thash unë do kthehem në shtëpi, unë nuk qëndroj, nuk mund të qëndroj, dhe pastaj mbaj mend se komunikova me tezën, edhe domethënë ajo më tha, po çdo kush ka shku atje me qëllimin e vet, edhe ajo është studente, nuk do domethënë ta marrësh kaq me negativitet, dhe a di domethënë e kam kaluar shumë keq, edhe domethënë vazhdoj të kujtoj mënyrën se si jam ndjej, po pastaj domethënë ishte kjo edhe më e keqja te vetja ime, domethënë cilin e urreva atë moment, edhe tash mundom të përmirësoj se unë as nuk e njihja vajzën, as domethënë nuk e kisha parë, vetëm domethënë e paragjykova në një farë forme domethënë mënyrën time. Edhe pastaj mora domethënë ditën e hënish, domethënë mora Chelsea. Edhe shkova domethënë, e takova, tash mund të quaj se ajo është një ndër shoqjet e mia më të mira, ishte domethënë mosh më e madhe se sa unë, i shpreh ndije, edhe ajo domethënë ma la atë emër, domethënë si motor e vogël, edhe komunikimi me ta, komunikimi dhe koha vazhdon akoma dhe ashtu siç e thash, domethënë e çmoj dhe vlerësoj shumë. Më vjen shumë mirë. Ndërkohë ju kthehet nga vendi të cilin e zgjodhet për programin Erasmus+, por si ishte tani përshtatja me Tetovën, me universitetin këtu, me njerëzit këtu, me mendimet le ta quajmë, si ishte përshtatja juaj? A e kishit të vështirë? A ju kishte marrë malli? Besoj se po, por gjithsesi ndonjëherë zgjidhje edhe të qëndroni andej, nuk i dihet. Jo, padyshim, për mua ka qenë një ndryshim drastik, them, prej këtu kur shkova atje, pastaj prej atje kur edha këtu, shkaku se atje isha mësuar të jem një student, vetëm student, me shumë student tjerë. Mos kesh angazhime të tjera. Po patjetër, edhe pastaj kthehesh këtu edhe prej fakulteti ikën në shtëpi edhe nuk është ajo ndjenjë, nuk është ajo ndjesi. Pastaj atje më ka ndodhur shembull bukën
ta bësh vetë, ta përgatitish vetë, këtu i ke gjithçka gati edhe nuk është nuk ishte ajo ndjesi e njëjtë edhe them drejtën ja 2-3 ditë derisa u ambientova me vendin këtu, shkaku se ende isha atë kthehem atje, a mos kthehem. 2-3 ditë ka qenë shpejt, unë e kujtoj domethënë një nga miqt kur pa pas një muaj, tha, si kalon, ku je? E thash, ja, unë isha ulur tek ky stoli këndej, tha pse gënje, tha akoma në Bamberg. Edhe thash, e vërtet. Fizikisht këtu, shpirtërisht në Bamberg. Atjetër. Ndërsa për mua domethënë normal se kjo pjesa domethënë mungon rutina, mungon domethënë domat, mungon pjesa e shoqërisë, mungon koha. Mirë po normal që e pata domethënë të rënd për t'u adaptuar, mirë po mundohesha mos e shfaqja aq shumë për arsye se nuk doja domethënë të lija një parahet tek prindërit, tek familja, pastaj domethënë edhe tek miqt se normal ka qenë një diçka që e kam kaluar unë, domethënë e kam përjetuar unë edhe një eksperiencë e cila më ka ndihmuar domethënë për t'u bërë një version më i mirë i vetes. Mirë po nuk doja domethënë ta shtonëzira domethënë pjesën negative për arsye se gjatë gjithë kohës kam pas mbështetje maksimale tyre e tash e shihja veten si mosmirnjohje. Mosmirnjose ndaj domethënë respektit edhe konsideratës tyre. Unë domethënë çdo herë mundohem ta praktikoj këtë pjesën e mirënjohjes, edhe çdo herë domethënë edhe kur e komunikoj edhe me njerëzit, edhe domethënë edhe me shoqërinë të cilat i kam janë në Gjermani edhe shoqëria këndij, çdo herë për e cek se jam mirënjohëse për mundësinë që pata, për arsye se ndoshta të vjen edhe një herë në jetë, ndoshta domethënë është për arsye shumica e thonë se kjo moshë është domethënë moshë të cilën duhet domethënë të investojmë tek vetja. Andaj domethënë mundohem ta praktikoj pjesën e mirënjohjes dhe jam me fat dhe lumtur domethënë që më dha mundësia nga universiteti. Në rregull, ne tani kemi ardhur në fund, por si përfundim, le ta mbyllim ëmbël, le ta mbyllim mirë për të gjithë studentët të cilët janë duke na ndjekur për momentin, cila do të ishte këshilla juaj nëse ata domethënë dëshirojnë që të aplikojnë ose të marrin pjesë në programin Erasmus+, çfarë do të këshillonit ju që ata të bëjnë edhe më pas e përfundojmë edhe podcastin. Është besoj se këtu do pajtohemi të dytë ose të tre, pa hezitim duhet të aplikohet në programin Erasmus. Unë nuk e kam provu, por duhet patjetër ta provosh ava. Mendoj që patjetër do të motivuar. Është një eksperiencë që nuk harrohet kurrë, është një mundësi që na jep universiteti jon dhe nuk janë shumë universitete këtu te ne që e hapin këtë mundësi, kështu që duhet të shfrytëzohet në maksimum, sepse krijon një rreth që nuk ta merr mendja. Tash kam krijuar shok unë prej Amerike, prej Afrike, prej Azie, siç përmendi edhe Argentina. Domethënë krijon një rreth teje të madh, një program që ofrohet falas, do kisha thënë tek studentët tanë dhe me gjitha mundësit, pse jo? Pse mos e shfrytëzosh? Ndërsa për mua, domethënë për mua, mendimi im është se duke pa domethënë se kam domethënë shoqje edhe kam shoqëri, shoqje dhe shok, cilët janë shumë të avdëzonj, zonja domethënë për vetët e tyra, domethënë edhe e shoh domethënë mënyrën se sa mundohen si pjesën e universitetit, domethënë për studime, si pjesën e personale, mendoj se mungon kjo pjesa e motivimit dhe kjo pjesa domethënë për ta sfiduar veten. Edhe mendoj se çdo njeri, domethënë çdo kush nga ju domethënë duhet të mbledh forcat brenda vetes, domethënë ta di se është i ose avë domethënë për ta bërë për ta bërë domethënë këtë gjë të ndryshim të vetja, edhe është një ndër dhuratat më të bukura të cilat mund t'i bëni vetes. Andaj me që universiteti jep domethënë këto mundësi, hap këto dyer, patjetër që domethënë mos e mbyll Chelsea kot. Edhe domethënë thash, duke ju dëgjuar juve të dyve sot, mendoj që është domethënë patjetër që edhe unë ta provoj si eksperiencë, ndoshta në Timishuar, ndoshta në Bamberg. Nëse nuk do të shkosh vetë, vim edhe na dy, nuk është problem. Por gjithsesi, domethënë është edhe një mundësi që ti të shikosh kultura të ndryshme, të shikosh se si funksionojnë vendet e ndryshme nëpër Europë ose nëpër botë dhe ta shikosh edhe mënyrën se si studentët dhe profesorët sillen, sepse ne kemi parë vetëm profesorë shqiptarë dhe studentë shqiptarë, nuk e dim se si janë raportet andaj, domethënë unë nuk e di, ju tash e di. Normal kemi pas është interesante se si qasjet e profesorëve janë të ndryshme, domethënë secili individ e ka atë qasjen e vet individuale, edhe por është një ndjesi tjetër, ta jep një
zhvillim tjetër që nuk e pret. Do me thënë, ka jone që nuk pret të zhvillohesh. Dhe Jo atë një që horizont tjetër, shikon gjëra Perspektiva tjera shumë të ndaj reja. jetës. patjetër. Atëherë unë ju falenderoj shumë edhe një herë që ju sot ndatë kohë nga koha juaj dhe erdhët në podcastin ton për të ndarë eksperiencën më të bukur ndoshta të jetës tuaj deri në këto momente, ajo e Erasmus+. Faleminderit shumë Gentina, faleminderit shumë Agani, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë edhe juve, edhe doja domethënë të shtonin se dikush domethënë dëshiron domethënë të bëhet pjesë e programit edhe domethënë i kanë këto pasiguritë vetja, pa problem mund të na kontaktojnë se jemi domethënë gatshme për t'ju ndihmuar si në Kjo është gjë më e bukur pjesën që e keni thënë sot, sepse është me të personale. vërtet diçka që duhet thënë edhe duhet bërë. Faleminderit shumë. E vlerësoj shumë Faleminderit. domethënë edhe kohën tuaj edhe domethënë Shumë mundësinë. faleminderit. Atëherë përfunduam kështu edhe këtë bisedë me Aganin dhe Gentinën për sa i përket eksperiencës së tyre në Erasmus+. Unë shpresoj shumë që ju të keni marrë informacionet e duhura nëse jeni të interesuar për këtë program dhe t'ju kemi dhënë sadopak edhe një shtys që të merrni pjesë në këto programe sepse me të vërtet janë diçka që mendoj se do t'ju vlen shumë në jetë, siç thanë edhe Gentina dhe Agani. Ne do takojmë sërish në podcaste tjera, deri atëherë mirëmbëjtje.